Arrestohet ish-drejtori i burgut të Durrësit Indrit Sërloj pas arratisjes së të burgosurit Altin Doci mesditën e 13 janarit nga spitali i këtij qyteti, ku kishte shkuar për të kryer disa vizita mjekësore. Arrestimi i tij vjen pas shkarkimit nga detyra me urdhër të ministrit të drejtësisë Besfort Lamallarit. Ndërkohë, mas siguria arrest në shtëpi është dhënë edhe për mjeken e burgut, 65 vjeçaren Ylvete Sema. Më herët policia vuri në pranga 8 persona: Aulon Çuko, krye-infermier në spitalin e Durrësit, Desdemon Pazaj, zëvendës shef i policisë, si dhe 5 efektiv policie që shoqëronin të burgosurit. Ngjarja ndodhi mesditën e së martës kur Altin Doci, i akuzuar për një sër veprash të rënda penale, përfshiktu vrasje dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale, u arratis ndërsa shoqërohej për një vizitë mjekësore në spitalin e Durrësit. Ai ka kërkuar të shkojë në tualet ku ka shfrytzuar rastin për t'u arratisur. Mësohet se Doci ka goditur edhe 2 efektivët dhe më pas ka zbritur me vrap nga kati i tretë i spitalit. Më pas ai largohet me vrap drejt një automjeti tip Audi që e priste në parkimin e spitalit. Pamjet filmike e tregonin qartë se Doci zbriti nga ambulanca i lirë, pa pranga, dhe më pas shoqërohet drejt godinës së spitalit nga efektivët. Fakti që ai ndodhej pa masa sigurie fizike bie në kundërshtim me rregulloren, pasi për shkak të rrezikshmërisë të tij, Doci duhet të ishte prangosur gjatë gjithë kohës së shoqërimit. Pamjet treguan gjithashtu momenti kur Doci largohet me vrap nga ambientet e spitalit të Durrësit, duke u shmangur rojeve të sigurisë. Ai shihet duke vrapuar mes automjeteve në parkimin e spitalit dhe më pas zhduket në një ndërtesë, ku e pristi automjeti tip Audi me të cilin u arratis. Altin Doci u bë i njohur për publikun pas rrëfimit të Nuredin Dumanit, bashkëpunëtorit të drejtësisë, i cili zbuloi lidhjet e tij në vrasjen e 2 vëllezërve, Besmir dhe Viktor Haxhia, si dhe ekzekutimin e 2 personave të tjerë më 2 mars 2020, Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Sipas policisë, Altin Doci ka lidhje të ngushta me grupet kriminale të zonës së Pukës dhe është shoqërisht i lidhur me persona të tjerë të njohur për krime të rënda, si Arben Muço, i arrestuar në tentativë grabitjeje me armë në Fier në vitin 2018. Ai dyshohet gjithashtu të ketë marrë pjesë në ngjarje ku mbetet i vrarë Julian Sollaku dhe u plagos Arben Muço, ndërsa pjesëmarrësit e tjerë të grupit shpëtuan. Gjatë hetimeve, policia ka sekuestruar prova të cilat lidhen me rrjetin e tij kriminal, duke përfshirë makina të braktisura, gjurmëgishtash, si dhe njolla gjaku, të cilat lidhen Altin Docin me disa nga ngjarjet e dhunshme në qytetin e Durrësit dhe të Tiranës.